fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Galatasve 6:6. Ai që merr mësim në fjalën, le ta bëj pjesëtar të gjitha të mirave të tij atë që e mëson. Efesia 9:4-1. Unë, pra, i burgosuri për Zotin, ju bëj thirrje që të ecni denjësisht sipas thirrjes për të cilën u thirrët. Efesia 9:4-2. Sepse secili do të mbaj barën e vet. Efesia 9:4-3. Duke u përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes. Efesia 9:4-15. Por, duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti. Efesia 9:4-23. Dhe të përtëriteni në frymën e mendjes suaj. Efesia 9:4-24. Dhe të visheni me njeriun e ri, të krijuar sipas Perëndisë në drejtësinë dhe shenjtërinë e së vërtetës. Efesia 9:4-25. Prandaj, duke e lënë mënjan gënjeshtrën, secilit i thotë të vërtetën të afërmit të vet, sepse jemi gjymtyr njëri me tjetrin. Efesia 9:4-27. Dhe mos i jepni vend djallit. Efesia 9:4-28. Ai që vite, le të mos vjedh më, por më tepër të mundohet duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e veta, që të ketë t'i japë diçka atij që ka nevojë.